pas më shumë se 100 ditësh brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, regjisori Aldo Marku i dha fund aventurës së tij në Big Brother VIP. I ftuar në një studio televizive, ai ndau mendimet e tij padorashka për disa prej banorëve dhe dinamikat e lojës, duke komentuar mbi inteligjencën dhe sjelljet e konkurrentëve të tjerë. Aldo nuk i kurseu as pak fjalët. Ka pasur shumë budallënj këtë vit. Për mua, një nga ta ishte Valbona. Ajo ishte tipike shembulli i asaj që bërtet dhe nuk dëgjon, nuk ka lidhje mes mendjes dhe gojës, tha ai me tone të ashpra. Sa i përket lojës së Laertit, ndonë se pranoj se ai është një nga më të zgjuarit në shtëpi, Aldo nuk i dha pikë për strategji. Laerti për mua është më inteligjenti aty, me më bagazh dhe më dinaku, por loja e tij nuk vlen. Gjithçka që ai bëri ishte për shkak të Valbonës. Ai u bë aktiv vetëm për shkak të historisë së tyre dhe 90% e sulmeve që ka marrë kanë ardhur prej kësaj lidhjeje. Regjisori shpreu skepticizëm edhe për dinamikën mes Gertit dhe Rozit, duke sugjeruar se gjithçka ishte një skenar i menduar për të mbajtur publikun të tërhequr. Me përjashtim të Gertit, sepse ajo me Rozin ishte totalisht e stisur, loja e tyre ishte vetëm për të krijuar pezullim te publiku, sepse dy shokë që njihen mirë nuk mund të japin dy versione kaq të ndryshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.